Jemi në prag të festave të fundvitit. Qyteti i Shkupit organizon një koncert për natën e vitit të ri. Edhe pse në qytetin e Shkupit bashkëjetojnë shumë shqiptar, në këtë koncert të organizuar nuk është ftuar asnjë artist shqiptar. Se çka mendojnë qytetarët për këtë organizim, do ta mësojmë në vazhdim. Përshëndetje. Përshëndetje. A jeni të informuar se do të mbahet një koncert për natën e vitit të ri në qytetin e Shkupit? Jo, nuk jam informuar, këtë informacë apo e mora tashmë nga ju dhe nuk e kam ditur. Në këtë koncert organizuar nuk është asnjë artist shqiptar i ftuar. A mendoni ju se do të ishte mirë të jetë i ftuar një artist shqiptar? Po pasi që ne veprojmë në një shtet të përbashkët, bashkëpunojmë dita ditës, mendoj që do të duhej të ishte në konsiderat që të kishte një kërkesë për pjesëmarrës këngëtar shqiptar, dhe mendoj që kjo nuk tingëllon mirë faktikisht për ne, por shpresojmë që do të ketë ndonjë ndryshim dhe të ketë edhe ndonjë këngëtar shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Përshëndetje. Përshëndetje. A mendoni se në këtë koncert të organizuar që të bëhet në qytetin e Shkupit për natën e vitit të ri, do të ishte mirë të jetë një artist shqiptar i ftuar? Po, pasi që popullsia e madhe është këtu me shqiptar, edhe është e nevojshme që të jetë edhe një shqiptar këtu. Në rregull, po ju? Gjithashtu mendoj pasi që gjysa e popullatës Maqedoni është shqiptare, mendoj që kishte më kanë mirë që edhe një artist shqiptar të performoj këto. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. A e dini se do të organizohet një koncert në qytetin e Shkupit? Po. Në këtë koncert nuk është ftuar asnjë artist shqiptar. A mendoni se do të ishte mirë të ftohet një artist shqiptar? Po, ishte mirë të ftohet një artist shqiptar. Se ka dhe bashkë qytetari na duhet me pas artist shqiptar. Në rregull, faleminderit shumë. Përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. A jeni ndjeni se në qytetin e Shkupit do mbahet një koncert për natën e vitit të ri? Po, ishte një këngëtar i kanë thirrë kështu më rapish. Por në këtë koncert nuk do të ketë asnjë artist shqiptar. Si mendoni ju, do të ishte mirë që të ketë një artist shqiptar të ftuar? Po, kur s'kan thirrën, pse me thirrsi? Me të vazhdon ashtu. Se na ato që kanë natë, ato që për interesin e vet, s'kan ardhur më interesu për popullin. Po, as do të ishte mirë të ketë vetëm një artist shqiptar, meqense jemi këtu, bashkëjetojmë bashkë me shqiptar. Jo, ki populli nuk meriton. Se masi privaton ato që ka s'pipunon, ne të vazhdojmë kështu apet. Në rregull, faleminderit.